Vlorë, Geron? Çfarë po ndodh i nderuar Al, e nderuar teleshikues, Vlora është kthyer si një qytet që kryeministri e filloi me shumë qef, me shumë Ishte dhe vlonjat me që jemi të ato gënjeshtrat për përkatësinë e tij. Për hir të vërtetës ka bërë plazh në Vlorë, ka pas një nostalgji për qytetin e Vlorës. Ka bërë plazh me pushime, jo se ka... Ka ndërtuar plazhe. Pa tjetër me pushime, dhe për hir të vërtetës janë hedhur lek, shumë lek, mund të them që ka kaluar 500 milion euro investimi në qytetin e Vlorës, në letra, por në fakt mund të jetë hedhur 1/3 e Vlorës, e këtyre lekëve janë hedhur në Vlorë. Pra, si në çdo vend, dhe Vlora është përfshirë në investime shumë të mëdha në letra, dhe në fakt investimet janë vjedhur dhe janë përgjysmor si në çdo vend tjetër. Në Vlorë ka kohë që kryeministri ka hequr dorë nga vlonjatët, që para 4 vjetësh që iku në qyteti Vlorës si deputet, pra në thonjza është gënjur se nuk priste që qytetarët e Vlorës mos ta votonin. Dhe duke mos e votuar, ai ka kohë që me Vlorën sillet keq. Dhe për fat keq, akoma më keq sillet me të ashkruar deputetët e Vlorës, që për turpin e tyre në asnjëherë të vetme, në asnjë rast të vetëm në zhvillimet e qytetit të Vlorës nuk kanë folur. Në fund të fundit, pavarësisht me çfarë vota kanë ardhur, pavarësisht se i kanë marrë ato vota, janë deputet të qytetarëve të Vlorës, qoftë majt dhe qoftë djathtë. Dhe për hir të vërtetës ata duhet të flisin si një herë të vetme, të dëgjoheshin dhe të dëgjonin qytetarët të cilët i kanë votuar, aq pak sa i kanë votuar, por i kanë votuar dhe duhet të flisin një herë për zhvillimet e qytetit të Vlorës. Dhe për fat keq, dhe kur i heqin na puna, na kërkojnë ne të opozitës, dilni ju dhe flisni. Për çdo gjë duhet dalim ne të flasim, se ne nuk flasim dot, thonë, ne jemi në përpuna, ne kemi njerëzit tanë në përpuna, dhe qofse flet njëri na heqin pjesë të tjerë familjes, dhe si gjithmonë ne të opozitës bëjmë detyrën tonë ndaj qytetarëve, qoftë na kanë votuar, qoftë nuk kanë votuar. Vlora është e të gjithëve, Vlora është e shqiptarëve, Vlora është e vlonjatëve, dhe ne është detyra jonë që gjithmonë ti paraqesim këto problematika dhe këto shqetësime që kanë qytetarët e Vlorës. Rasti fundit i nderuar është shkarkimi i menjëhershëm i panjoftuar i 52 punojësve të ASHK-s ose të më shumë të zyrës së legalizimeve që ishin në qytetin e Vlorës. Këta qytetar me të drejtë, këta punojës me të drejtë kërkojnë të drejtën e tyre, por kërkojnë mbështetjen e qytetarëve të Vlorës që për fat keq as ka për të ndodhur për këta, as ka për të ndodhur dhe për